Këto janë gjërat shëmtuara në jetën e një vendi, në sjelljen politike të një vendi. Ne jemi mësuar, unë kur pash të më kujtuan ato armët në kishë që fusta në Hoxha dikur, me thënë të drejtën. Edhe sikur ajo vajza të jetë një protestuese, që mund të jetë protestuese. Edhe sikur ajo të jetë moskuar se Zoti që ta shohë njëri. Edhe sikur ajo të ketë patur një, po themi, inat me atë që ka bërë Izraeli dhe adoleshent pa hiq flamurin se edhe sikur të jetë kështu. Nuk mund përdoret ajo për të denigruar protestën. Protesta nuk është kundër Izraelit. Protesta nuk është kundër flamurit të Izraelit. Ajo që bën kryeministri Rama, edhe kryetari i opozitës në fakt. Ose ministri aty ishte ajo Albana Koçiu, këta që dënojmë të s'ka gjë për dënuar fare. Sigurisht që heqja e flamurit të Izraelit është gjë e shëmtuar dhe nuk duhet hiqet flamuri i Izraelit. Por nuk mund të merret një ngjarje komplet izoluar, komplet pa domethënie, dhe të thuash që kjo është protesta. Se këta pranaj e bëjnë të gjë. Që tentojnë t'i thonë botës dhe shqiptarëve që nuk janë protestë, që shiko se këta janë sa njerëz që kanë inat Izraelin, këta janë sa njerëz që kanë inat Turqinë, këta janë sa njerëz që duan Amerikën ose duan Kinën, sa njerëz që duan Rusinë apo duan Greqinë. Jo më valla. Këta protesta ka një frym, protesta ka një mesazh. Protesta thotë që Shqipëria është vjedhur, mashtruar, masakruar, përbuzur nga një klasë politike për 30 vitesh dhe qeveria sotme e simbolon më rënd dhe më keq nga kushdo tjetër këtë lloj zullumi mbi popullin shqiptar. Kjo është protesta. Që së protesti del njëri, edhe ku diu ngri flamur LGBT apo ngri flamur të krishterë apo flamur musliman, nuk është duke thënë dikush të bëjë Shqipëri LGBT apo Shqipëri musliman apo Shqipëri krishterë. Shqipëria është kjo që është, me shqiptar musliman dhe krishterë, me shqiptarë që kanë identitete caktuara politike, por nuk është kjo ajo që do të thotë protestë. Protesta kërkon thoj të shporret në një mënyrë kjo klasë politike zullumqare dhe të prodhojë politike re, ore më njerëzore, kaq e thjeshtë është. Ore me politikanë që nuk rrin nga 30-40 vite.